Ushtria e padukshme. Analizë pas analize, kontroll pas kontrolli, takimet e përditshme me mjek, specialistë të fushave të ndryshme. Gjithçka u bë vetëm për t'ia ndaluar infeksionet që po ja shuanin ngadalë jetën. Voglushja e brisht si një petale që lëkundet nga puhiza më e lehtë, ishte të kurrë thuajse tërësisht. Këmbët nuk e mbanin dot. Nëna dhe babai i saj e mbanin në krah, si një shpresë që nuk donin ta lëshonin. Sa herë që gjilpëra depërtonte në lëkurën e njom të vajzës, dhimbja nuk mbetej vetëm aty. Ajo depërtonte thellë edhe në shpirtin e prindërve të saj, sikur të ishin ata që e ndijenin atë therrje të mprehtë. Lotët ishin bërë pjesë e përditshmërisë së tyre, dhe dëshprimi dukej sikur kishte shtruar rrënjë në zemrat e tyre të lodhura. Një ditë, ndërsa infermierja dhe nëna qëndronin pranë voglushes, e cila ishte shtrirë në krevat me serumin e lidhur në dorën e saj të hollë, babai i saj dhe mjeku dolën për një kafe. Ishte një pushim i shkurtër mes një stuhie pafund. Babai i voglushes, njeri kurështar nga natyra, nuk mund ta linte të kalonte mundësinë për të mësuar më shumë mbi sëmundjen e vajzës së tij. Ai e pyeti mjekun për detaje. Në një bisedë që do ta trondiste shpirtërisht, mjeku nisi t'i shpjegonte funksionimin e sistemit imunitar. Në çdo çast të jetës sonë, pa e ditur fare, brenda trupit ton zhvillohej një luftë e jashtëzakonshme mes armiqeve të padukshëm, viruseve, baktereve dhe mikrobeve dhe ushtrisë mbrojtëse të trupit ton, antitrupave. Nëse kjo ushtri do të dorëzohej qoftë për një ditë, ne do të ishim të humbur, por ja që ajo nuk dorëzohet. Dhe ne nuk e kemi komandën mbi këtë ushtri të pagabueshme, nuk japim urdhra, nuk programojmë asgjë. A nuk është kjo një e mrekullueshme? Babai i vajzës ngriti supe dhe rrudhi buzët, si një njeri që për herë të parë ndjen se toka i rrshet nën këmbë. Ushtria brenda nesh vepron me një precizitet të përkryer, si një ushtri e trajnuar në mënyrë të përsosur. Çdo ditë trupi ynë krijon miliarda qeliza imunitare. Disa prej tyre mbajnë mend sëmundjet e kaluara dhe na mbrojnë përjetësisht. Dhe ndërsa ne pim kafe, flasim, flem, zgjohemi, ecim e shëtisim, brenda nesh po zhvillohet një betejë e heshtur, një luftë e përgjakshme mes jetës dhe vdekjes. Dhe ne nuk e vrasim mendjen për këtë. E po, a nuk është kjo një dëshmi e dorës së një krijuesi të madhërisëm, i cili ka vendosur këtë mekanizëm të përsosur për ne? Një sistem kaq i përkryer, i cili funksionon pa asnjë urdhër prej nesh. A nuk është kjo e mahnitshme? Babai i vajzës hapi gojën për të kundërshtuar, por fjalët nuk dolën. Ai kishte thënë gjithmonë se nuk besonte në Zot, se çdo gjë ishte rastësi. Por tani mendja i fluturoi larg. Nëse të da mohonte këtë mrekulli, do të duhej të mohonte çdo gjë. Atomin, qelizat, indet, organet, emocionet, gjakun që rrithte në venat e tij, ajrin që thithte, vetë ekzistencën e tij. Heshti. Ishte hera e parë në jetën e tij që nuk kishte asnjë argument. Një boshllëk i çuditshëm iu krijua në krahëror. Një ndjenjë sikur gjithçka që kishte ndërtuar brenda vetes po shembej. Dhe në çast celulari i tij cingëroi. Ishte gruaja e tij. Hajde shpejt, diçka po ndodh me vajzën. Ai u qua rrëmbimthi dhe u nis me vrap drejt dhomës së spitalit. Zemra i rrihte fort, kur hapi derën pa një skenë që nuk e kishte pritur. Voglushja e cila nuk ishte mundur të lëvizte prej ditësh, po shtrëngonte dorën në nënës së saj. Lotët i rridhin rrëke në faqe. Babi, unë po e ndijej, Zoti është këtu, ai nuk më ka lënë vetëm. Një drithërim i përshkroi trupin, një ndjesi që nuk i kishte përjetuar kurrë më parë.
një dorë e padukshme dukej sikur e shtrëngoi nga brenda, duke i athyer të gjitha dyshimet njën nga një. Në atë moment ai e kuptoi. Zoti nuk kishte qenë kur larg. Ai kishte qenë gjithmonë aty, brenda çdo frymarrje, çdo qelize, çdo betejë të heshtur që zhvillohej në trupin e vajzës së tij. Ai vetëm tani po hapte syt për ta parë. Në atë çast koha ndaloi. Sikur gjithësia mori frym thellë dhe u përkul me nderim përpara atij që e kishte skalitur çdo grimc të jetës me urtësi hyjnore. Dritarja e dhomës u hap lehtë dhe një fllad i butë përshkoi ajrin si një përqafim i padukshëm. E vogla, me zërin e saj të lodhur, por të sigurt, po shpëriti. Ai është më i afërt se gjaku që më rrjedh. Dhe babai për herë të parë në jetë u gjunjëzua. Jo para një dhimbjeje, por para një madhështie që nuk kërkonte prova, sepse vetë jeta ishte prova. Ai nuk e kishte më nevojën për argumente shkencore. Ai ndjeu. Brenda çdo qelize që lufton, në çdo rrahje zemre, në çdo frym, ishte ai krijuesi, mbrojtësi, Zoti i jetës. Në heshtjen e atij momenti, ai e kuptoi. Ushtria e padukshme që mbrojti vajzën e tij ishte një shpallje e qartë se Zoti ekziston, dhe ai nuk harron asnjë, as edhe më të voglin ndër ne.